Jam kureshtar, kush është shqiptari që më dërgoi mua fotografinë e Ilirit Aretas, varri të cilit është gjetur në Shkup. Ai ka dërguar në mënyrë anonime, por me siguri e ka bërë këtë nga që ka patur frikë se mos ndoshta do e kritikojnë kolegët e tij, familja e tij. Prandaj më dërgoi mua fotografinë e mbishkrimit të varrit të Ilirit Aretas në Shkup. Teksti është në latinisht, por ne e dim si është quajtur Iliri i varrosur atje. Quhet Aretas. Kjo që do të tregoj e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore. Të dashur shqiptar, po shikoni në monitor pllakën e Ilirit Aretas, e gjetur në Shkup. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse ky nuk është një emër latin, megjithëse ai ishte ushtar romak, por emri i tij është Ilir. Copat e mbishkrimit janë rindërtuar nga inteligjenca kompjuterike dhe është krijuar teksti i plot. Dis manibus Caius Iulius Aretas, vixit annos, sodales agenio Machelli, curante genero fortunato. Pra shumë e ngjashme me italishten. Kuptohet që italishtja është bija e latinishtes. Dhe ata që din italisht e kuptojnë këtë tekst. Ky është varianti në anglisht. Është varianti i ChatGPT-s. Pastaj e dërgoj edhe tek një servis tjetër, quhet DeepSeek, më jep të njëjtat rezultate dhe këtu duket qartë origjina e fjalës dhëndër në shqip është në latinisht genero, i thon dhëndrit. G-ja nistore është bërë dhë në shqip. Kjo e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore. Pra kështu është krijuar gjuha shqipe. G-ja nistore bëhet dhë. Emri i personit është Aretas, dhe ai përket një lloj vllazërie që unë kam përkthyer shoqat. Ishte shoqata e tregtarëve. Pra, ky nuk është ushtar romak. Ky ka qenë njeri i pasur. Dhe në shqip kjo përkthehet zejtari. Më tregoni si do e përktheni ju në shqip, sepse në mesjet kanë qenë zejtari të ndryshme. Por kjo është një fjalë e romakëve, do të thënë këto që është vllazëri ose shoqëri. Ishte shoqata e tregtarëve. Dhe Perëndia që ka ndihmuar për të ngritur këtë monument quhet genios, në gjuhën latine do të thotë gjeni, përkon me fjalën demon ose daimon në gjuhën greke. Dhe kemi ndeshur këtë tek jeta e Sokratit. Ishte pikërisht Sokrati ai që thoshte që daimonët janë shpirtra që të udhëheqin në jetë, por dhe mbas vdekjes. E pra daimoni në gjuhën latine është pikërisht gjini në gjuhën arabe ose gjindi, fjalë për fjalë, shpirti i të vdekurve. Ky lloj shpirti të udhëheq edhe gjatë jetës, por edhe drejt vdekjes. Nuk ka këtu as Zota, as Jupiter. Kemi të bëjmë me njëri shumë të thjeshtë. Me njëri që nuk i njeh Zotat fare. Do më thënë, njëri pagan i paganizmit. Njëri që se kishte idenë e Zeusit, të Zotit. Për të më rëndësishme ishte shpirti që të udhëheq në jetë. Do më thënë, pikërisht daimoni i Sokratit. Pra idetë e Sokratit janë përhapur tek ilirët në Maqedoni. Fjala treg në gjuhën latine, macellum, është
neutër dhe vjen nga greqishtja makellon, i thon tregut në greqisht. Mendohet që kjo fjalë të jetë e huazuar nga gjuhët semite në greqisht dhe pastaj ka hyrë në gjuhën latine. Pra kjo fjalë nuk njihet nga gjuha shqipe, por është në italisht. Marcello, pra ata që din italisht, me njëherë kuptojnë që bëhet fjalë për tregun. Pra çdo fjalë latinishtes është në italisht, por nuk është në gjuhën shqipe. Kam gjetur edhe gjëra të tjera të mrekullueshme. Këtu fjala makeli është përdorur në gjinore. Pra ishte shpirti i tregut ose shpirti i të vdekurve në të njëjtën kohë. Përfaqësonte shoqatën e tregtarëve. Kjo është për te imagjinatës njerëzore, nuk bëhet fjalë as për Jupiterin, as për Zeusin, bëhet fjalë për shpirtin e tregtarëve të zejtarisë, e pabesueshme. Pra, kemi të bëjmë me genius, ishte shpirti i të vdekurve, përkon me fjalën daimon të Sokratit. Do ta shikoni filmin e Sokratit, është filmi më popullor tek lista filmave të mi. Shqiptarëve jo ka pëlqyer shumë jeta dhe vdekja e Sokratit. Dhe këtu emri është përdorur në ablativ, do më thënë rrjedhore, por vetëm në gjuhën shqipe, rrjedhoria përdoret si lokativ. E pra edhe në latinisht është përdorur si lokativ. Agenio do të thotë pikërisht prej geniut ose shpirtit të vdekurve. Pra kjo dhurat vjen nga shpirti i të vdekurve që quhet genius në latinisht. Genio është këtu në rasën ablative ose rrjedhore në shqip. Personi aretas, e kam gjetur, vjen nga greqishtja. Mendoj që kjo vjen nga arabishtja, por unë kam gjetur që lidhet me fjalën prosperitet në gjuhën dorike. Areta i thon prosperitetit, arete i thon prosperitetit në gjuhën atike, dhe në greqishtën e sotme kjo është areti, i thon virtytit. Ata që din greqisht e kuptojnë që emri aretas ka kuptimin virtyt në greqisht. Pra, në qoftë se Iliri e quante veten aretas, nuk është emër shqiptar, është emër grek. Pra, në qoftë se ky person e quante veten Maqedonas, ky Maqedonas ka një emër grek, aretas, do të thot begati, por në greqishtën e sotme do të thot famë, do të thot virtyt. Nuk ka asnjë lloj kuptimi në shqip. Të dashur shqiptar, mendoni që ky është Aleksandri i Madh. Zonja Elena Kocaqi sapo ka botuar një libër, Aleksandri i Madh ishte shqiptar. Shqiptarët e mirë e besojnë. Sidomos shqiptarët e Maqedonisë që po vuajnë shumë në sundimin slav. Shqiptarët e Kosovës e besojnë shumë zonjën Kocaqi, sepse ajo ka marrë 7 diploma. 7, sa që janë ngjyrat e ylberit. Dhe zonja Kocaqi ju thot shqiptarëve që fjalët e greqishtes vijnë nga shqipja. E pra, ky mbishkrim tregon që banori i Shkupit ishte grek. Emri i tij ishte Aretas, dialekti dorik do thot virtyt në greqisht. Zonja Kocaqi është mashtruese. Çfarë ndryshimi ka midis Belinda Ballukut dhe Eleni Kocaqit, që të dyja vinë nga Greqia, të dashur shqiptar? Balluku ka qenë pastruese hotelesh. Kocaqi, gjyshërit e saj kanë ardhur me dajre dhe me arinjë nga Pradeshi i Indis.
janë shqip folës. Ku bën ata pellazg? Si shpjegojnë ata fjalët greke nga fjalët e shqipes? Të gjithë shqiptarët kërkojnë një dinjitet njerëzor, por dinjiteti nuk fitohet duke shpjeguar fjalët greke me fjalët njërokshe majmunore shqiptare. Unë e ndi veten krenar që jam shqiptar, dhe unë e di se çfarë origjine kanë fjalët e shqipes. Dhe kam kuptuar që fjala areti do të thotë virtyt në greqisht. Dhe Aleksander në greqisht do të thotë mbrojtës i njeriut. Alex, mbrojt, andros i thon njeri. Është e njëjta fjalë, andros, që përkon me fjalën shqipe njeri. Kanë të njëjtën origjinë. Por njeri e shqipes është një lloj me fjalën neri të gjuhëve kelte. Ndërsa andros është komplet tjetër, është fjalë greke. Ku i nxori emrat Eleni Kocaqi? Çfarë gjuhësh njeh ajo? Pra, juve po ju udhëheqin hajdut, pastruse, njerëz ordiner në politik, dhe juve po ju udhëheqin intelektual falco, mashtrues. Pra s'ka asnjë lloj ndryshimi midis ministrave shqiptar të korruptuar me intelektual të korruptuar. Janë akoma më të ligj këta intelektual të korruptuar që gënjejnë me mira shqiptar, jo vetëm të Shqipërisë, por të Australisë, të Amerikës, të Gjermanisë, shqiptar të mirë që nuk e dinë që zonja Kocaqi është një mashtruese. Ka krijuar partinë pellazgë. Fjala pellazgji vjen nga një popull që ka banuar në Thesali, në shekullin e 8 para erës sonë. Nuk e dim a ishin shqiptar, dhe fjalët e greqishtes nuk vijnë nga gjuha shqipe. Ma e kuptoni apo jo? Nuk vijnë nga gjuha shqipe. Në qoftë se ju kërkoni dinjitet njerëzor, duhet ta fitoni atë. Nuk të vjen dinjiteti duke marr personalitete greke dhe duke dhënë identitet shqiptar, sepse ti dëmton Shqipërinë. Dëmton Shqipërinë sepse shqiptarët që banojnë në Greqi kujtojnë se janë grek dhe helenizohen më lehtë se sa duhet të helenizoheshin. Pra, kush është njeriu më i rrezikshëm sot në Shqipëri? Është kryeministri që i adhuron detin Greqisë, që ka ngritur bustet e babait të kryeministit grek kudo në Shqipëri. Në vend që të ngrej bustet e Skënderbeut, po ngren buste grekësh. Ka hequr të gjitha pikat kufitare me Greqinë, kryeministri shqiptar, dhe ka lejuar që minoritarët të blejnë të gjithë bregdetin e Shqipërisë. Toka duhet të jepet me qira. Toka ka qenë pronë e perandorisë otomane. Toka e Shqipërisë. Nuk ka pronar tokash në Shqipëri. Këta janë e jeniçerë të perandorisë otomane që kanë marrë tokat në Shqipëri, ose feudal të perandorisë bizantine. Nuk mund të quajmë as shqiptar jo. Pra, çfarë ndryshimi ka midis një kryeministri hajdut dhe tradhtar dhe një intelektuale të korruptuar që i gënjen shqiptarët, ju thonë ju jeni pellazg dhe nxjerr Aleksandrin e Madh shqiptar. Ky është turp. Pra pllaka në Shkup tregon që ky banor i Shkupit ishte grek. Kishte një emër grek, por të shkruar me shkronja latine. Këtë kam zbuluar unë. Tani do ma jepni mua diplomën apo jo? Apo do merrini akoma me Eleni Kocaqin? Edhe me albanologët e tjerë të shquar. Gjendja ka arritur deri atje sa Neritan Ceka deklaron në televizion që ne jemi pellazg. Është bindur dhe ai.
sepse s'di asnjë fjalë greqisht, as kalimera, as kalinihta. Prandaj, ma jepni ose nuk ma jepni mua diplomën çrënd si ka. Unë do ta vë përkthimin poshtë filmit, pllaka është në Maqedoni, nëse nuk e kanë shkatruar sllavët akoma, sepse ata po zhdukin të gjitha gjurmët greke dhe latine në Maqedoni, po i prishin freskot që ka ndërtuar Justiniani i Madh. Sepse ai ishte grek, jo shqiptar. Një grek i lindur në Dardani, nuk ishte shqiptar Justiniani i Madh. Prandaj, të dashur shqiptar, menjëherë duhet të arrestoni jo vetëm ministra të korruptuar, por edhe intelektual të korruptuar, që korruptojnë jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë, por të Maqedonisë, të Kosovës, të Malit të Zi, të Çamërisë, Arbreshët, ajo i ka korruptuar. Ministra e mashtrimit, Eleni Kocaqi, ju thot shqiptarve, Aleksandri i Madh ishte shqiptar. Prandaj po nxjerr përkthimin e kësaj pllake. Ta shikoni dhe të turproheni që keni bler librat e saj. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor o Pellazg.